Këtë javë është miratuar edhe skema kombëtare mbështetëse për fermerët për vitin 2026, e cila u ndërtua mbi konsultime intensive të drejtë për drejta në të gjitha qarqet me fermerët dhe është orientuar prej tyre. Për këtë arsye skema rrit ndjeshëm mbështetjen për fermerët jo thjesht në aspektin e volumit financiar, por edhe në aspektin e lehtësimit kushteve për ta përfituar atë që çdo fermeri i takon nga skema dhe njëkohësisht duke financuar në ato drejtime prioritare që garantojnë më shumë produktivitet dhe fuqizim më të mirë të zinxhirit vlerës. Për herë të parë, përfshihen në skemë forma mbështetje të cilat nuk kanë qenë të përdorura deri më sot, ndërsa një tjetër risi është nxitja e praktikave të qëndrueshme në bujqësi përmes mbështetjes së metodave biologjike dhe afrimit me standardet europiane. Një fokus i veçantë i skemës janë edhe fermerët e rinj, për cilët është parashikuar një fond i konsiderueshëm që mbështet investimet e tyre dhe nga ana tjetër skema në tërësi forcon prodhimin vendas, sepse ky është një synim parsorë, rrit konkurrueshmërinë duke krijuar më shumë mundësi dhe akses dhe sigurisht që inkurajon për afrimin me standardet europiane. Kjo javë është karakterizuar edhe nga një tjetër bilanc inkurajues, rritja e të ardhurave buxhetore në një nivel absolutisht historik. Një tregues i rëndësishëm i fazës ku ndodhet sot ekonomia shqiptare, një pasqyrë kuptim plot e fuqizimit të saj, në të kundërt të të gjithë atyre që predikojnë rritjen e korrupsionit dhe rritjen e abuzimit, ekonomia provon se rritet pikërisht sepse ulet korrupsioni dhe ulen abuzimet, sepse këto të dyja bashkë nuk shkojnë për ndryshe. Dhe të ardhurat që kanë arritur në nivele të reja janë pikërisht rezultat i një administrimi shumë më efikas, me shumë më pak pikërisht korrupsion dhe abuzim, një karakteristik e sëmundjes së rëndë të trashëguar nga e shkuara, të cilën e kemi luftuar dhe do të vazhdojmë ta luftojmë ditë për ditë. Sipas projeksioneve, në periudhën që kalojmë, pritet të mblidhen mbi 1 miliard euro të ardhura shtesë. Dhe jo nga rritja e taksave, sepse nuk kemi bërë rritje e taksave, por nga rritja e ekonomisë dhe patjetër dhe rritja e cilësisë së administrimit tatimor dhe doganor, rritja e cilësisë së kontrollit për sa i përket transaksioneve në nivelin e biznesit, mes biznesit dhe konsumatorit dhe biznesit me biznesit, dhe rritja e ndërgjegjësimit fiskal. Jemi në kushtet kur mund të ndajmë me ata që na kanë mbështetur dhe na kanë zgjedhur këtë moment të rëndësishëm, duke u thënë se vota e tyre vlen dhe vlerësohet çdo ditë, në çdo hap, në çdo sektor, dhe ky i rritjes së të ardhurave është një shembull shumë kuptimtar.